këta I kena pas qeverit asfaltit, në anën tjetër, lëvizjave të vendosje e ka çështjen e ushtrisë, e na themi që arsimi edhe shëndetësia duhet me qenë në fokus tepër të madh. Arsyeja pse arsimi kur nuk u pa vend ku investohet më njëherë është që aushe të mirat e punës tonë dhe shumë avon se është e gjenerata, është nuk shihet më njëherë, edhe shëndetësia u pa shumë fush interesi, probleme me barna, e kështu me radhë, njerëzit atje janë vulnerabël, e kanë gjendje shumë tranë, dhe s'janë shumë preokupum me ta përkthy ty në votë këtë punë. Kështu që na menojmë që fokusi do të me konë kë. Mirë po, që shë the edhe ti ma herët, është problem pak me besu që jena të folë për programe dhe cilësim programe për shkak se viti kalum, ka shku krejt, këta tu I prezentu programet, edhe lëvizjave dhe në të prezentu një program, se naturisht na kena problem, këta tu thonë, na kena me 2 fishu, 3 fishu këta që a theshen, dhe me thonë, këta nuk I kishin kritikën, pse për ndodhin këto premtime, po që këta janë matë mirë, në që në programin e pushtetit të së me konë maj mirë, së është I ti, kështu që kjo ka qenë një problem. Në anën tjetër, për shembull edhe prej partisë në pushtet, këta thonë që janë për publikën, mirë, po vetëm 8% të fëmijëve në zhvillimin e ershëm parashkollor shkojnë qerdhe, zakonisht janë këto në vende urbane, ndërsa vendet rurale, fshatrat mbesin pambulume, që I bjen qëto shtesat e grave që I japin për me u kujdes për fëmijët që ka nevojë dhe është kontribut, ose që me thonë e rëndësishme cilësisht në jetën e tyne, prap nuk po përkthehet në ata fëmijë që I lindin me shkun në qerdhe, për shkak se domethënë shpejtësia me cilën po IPën shtesat nuk po përcillet me shpejtësinë me cilën do të mu rrit numri I qerdheve. Na mendojmë që do të me konë rreth 700 qerdhe në Kosovë që me zvoglu hendekun qytet fshat, edhe diçka gratë se mas nej po mbetet bare grave përsëri, ti po I stimulon lindjet, po në anën tjetër s'po kujdesesh për qatë fëmijë që ka me lind, kush ka me u marr, edhe po mirën nanat përsëri, edhe tu e pas ti fëmijë në dorë, mas nej përfundon tu u kujdes prap për fëmijën, edhe tu mos shku në tregun e punës, edhe fundit, se është e rëndësishme që kur flasim për barazi gjinore me qitë çështjen pahë, që drejtat e grave nuk guxojnë me u limitu, ose çështja kur qeveria Kurti, po edhe qeverit ma, kur kanë folë për grundi, që kanë folë visht të roli nanës, se unë nuk shoh shumë diskutim për gratë dhe nevojat e tyne edhe në rolet tjera, profesionit, rolet e tjera si studente, rolet e tjera, more që shdo qoftë shën ato. Për kufizimi veç në rol të grus, shteti, ushtria, veriu, fëmija, nana, fëmija, e këto jënë konë parula nacionaliste me cilat na sina pajtu, e në anën tjetër këta që I kritikojshin qeverin që ushtartë po punojnë 2 ndërime, nuk jënë konë punë ma mirë asë në kohën e tyne. Këta që I kritikojnë qeverin për dështem në testin e pisave, si këta,